Pamfleti ka nisur një hetim të plot financiar, duke marrë në shqyrtim të gjitha kompanitë e përfshira, bilancet, pronarët, partneritetet, kontratat notariale, qarkullimet bankare, si edhe lidhjet me bizneset e tjera paralele. Në Shqipëri po ngrihen kulla njëra pas tjetrës, si të ishim në Emiratet e Lindjes, por me një ndryshim të vogël. Këtu parat nuk vijnë nga nafta, por nga errësira. Brenda një muaji, Këshilli Kombëtar i Territorit ka firmosur 16 leje ndërtimi për kulla gjigante, shumë prej tyre me 20, 30, 40 e deri në 67 kate, ndërsa kompanitë zhvilluese kanë kapital minimal, struktura të mjegullta pronësie, administrator të panjohur dhe të ardhura vjetore qesharake, krahasuar me projektet që marrin përsipër. Ky është një alarm i rënd kombëtar, një sinjal i qartë se jemi përballë një vale të re pastrimi parash, e cila nuk fshihet më pas fasadave të lokaleve, magazinave apo bizneseve fantazma, por ngrihet hapur në zemër të Tiranës, Vlorës, Durrësit dhe Shëngjinit, në formën më arrogante të mundshme. Kulla 40 katëshe me kapital 100.000 lek, që tani fakte alarmante dalin në pa, fakte që shteti nuk i sheh, institucionet nuk i kontrollojnë, ndërsa lejet firmosen me shpejtësi rekord. Skema është e qartë, kapitale minimale, leje gjigante, ndërtime që financohen me para cash pa origjinë, legalizim përmes shitjes së apartamenteve, transformimi parave të pista në asete të lishme. Ky është modeli i mafias financiare, por i bërë me firmat dhe vulet e shtetit shqiptar. Nga verifikimet paraprake të pamfletit, disa shoqëri zhvilluese kanë kapital 100.000 lek dhe kërkojnë të ndërtojnë kulla 40 deri në 60 kate, administrator që nuk kanë asnjë histori biznesi, kompani të themeluara përpara 6 deri në 12 muajsh, që marrin projekte qindra milionëshe, lidhje të dyshimta me kompani fiktive, network familjar të mbyllur dhe urtak fantazëm, investime totale të shpallura 10 deri në 20 herë më të larta se xhiroja e deklaruar në tatime, në listën e 16 lejeve të miratuara së fundmi. Disa kompani dalin më njëherë në pa, jo për performancë, as për eksperiencë, por për mos përputhjen flagrante midis kapitalit, historikut dhe madhësisë së projekteve që marrin përsipër. Këto janë pikërisht mostrat klasike të skemave të pastrimit të parave, struktura minimale, pronësi fluide dhe mungesë totale kapacitetesh. Globe 3X Group, kulla 26 katëshe te Sirikodra, me kapital që nuk mbulon as themelet, shoqëria që merr përsipër ngritjen e 2 kullave mbi 50.000 metër katror sipërfaqe ndërtimi, ka një kapital që sipas të dhënave të deklaruara nuk mbulon as koston e gërmimeve. Ky është modeli një ndërtuesi nga hiçi, që bëhet papritur investitori kullave, një shenjë e qartë se investimi real nuk del nga bilanci i kompanisë. Kompania Globe 3X Group SHPK, me ortak Skënder dhe Visian Dedja, nga Dukagjini i Matit, rezulton me fitime vjetore që variojnë nga 550.000 në 2.2 milion lek, shifra të ngjashme me një biznes të vogël. Megjithatë, kjo shoqëri është përzgjedhur për të ndërtuar gjithashtu 2 kulla binjake me vlerë të deklaruar 210 milion euro në një nga zonat më të shtrenjta të Tiranës, në aksin e rrugës së Kavajës. Kompania Modeste, 7.7 milion lek kapital, leje për kull që kërkon 10 miliona euro. Sipas të dhënave të regjistrit të biznesit, kompania Modeste SHPK është themeluar në vitin 1995 me kapital themeltar vetëm 7.7 milion lek, rreth 69.000 euro. Fillimisht shoqëria ka qenë në pronësi të Gentil Kotobellit, i cili në tetor të vitit 2023 i ka shitur 50% të kuotave bashkëpronarit të atërshëm, Refit Hyseni. Pas këtij transaksioni, Refit Hyseni është sot zotëruesi vetëm i kompanisë. Kompania ka aktivitet formal në fushën e ndërtimit dhe turizmit, por kapitali i saj ulët, mungesa historiku të projekteve të mëdha dhe për masat minimale financiare përplasen drejt për drejt me projektin që i është dhënë, një objekt hotelerie dhe banimi me 24 kate në Vlorë. Ashtu si shumë prej kompanive të tjera në këtë listë, kapacitetet e Modeste SHPK nuk e justifikojnë dot një investim të përmasave 10 milion euro, duke ngritur dyshime të forta se kompania mund të jetë duke vepruar si mbajtës e licence, ndërsa investimi i vërtet vjen nga burime të tjera të padeklaruara. Materia Cons 01 SHPK, kompani me 100.000 lek kapital që merr projekt Vlora Beach Tower. Shoqëria Materia Cons 01 SHPK është regjistruar në vitin 2019 me kapital themeltar vetëm 100.000 lek, rreth 820 euro. Aksioneri vetëm i kompanisë është Artur Dedja, i cili zotëron 100% të kuotave, pas një akt dhurimi të kryer nga ish aksionari Qemal Dedja. Ky profil është karakteristik për kompanitë që nuk kanë asnjë kapacitet real financiar për të përballur investime madhore. Kapitali prej 820 eurosh nuk mbulon as koston e hapjes së një zyre, jo më projektin e llojit Vlora Beach Tower, që kërkon investime të nivelit miliona euro për ndërtim, superstruktur, beton, inxhinieri, arkitekturë dhe urbanistik bregdetare. Kompania nuk ka histori të rëndësishme aktiviteti, nuk ka bilans
bilance që justifikojnë aftësinë financiare dhe nuk ka pasur më parë projekte të krahasueshme. Kjo e vendos Materia Cons 01 në kategorinë e subjekteve që mund të përdoren si kompani mbulesë, ndërsa burimi vërtet i financimit mbetet i padeklaruar. Fakti që një shoqëri me kapital minimal merr një projekt strategjik turistik në Vlorë përbën një sinjal të qartë të rreziku për financim të fshehtë, pastrim kapitalesh ose përdorim të kompanisë nga investitor të padukshëm që nuk shfaqen në dokumente zyrtare. L&L Construction, kompania fantazma Alidemit. L&L Construction është një nga rastet më alarmante. Gjatë verifikimeve paraprake, kompania nuk rezulton të jetë as një platformë në open data, nuk gjendet në open corporates dhe as në regjistrat e transparencës financiare. Në praktik, kompania nuk ekziston askund, përveç dokumentit të lejes për një godinë 34 deri në 36 kate në Alidem. Pamfleti po kryen verifikime të thelluara, pasi ka indicje të forta se pas subjektit mund të fshihen emra të njohur për publikun, të cilët nuk shfaqen në dokumentet zyrtare. One Boulevard Tower, 2 të rinj me një kompani 100.000 lek, marrin 2 kulla 39 katëshe në Tiranë dhe Vlorë. G&D Investment (SHPK) u regjistrua në vitin 2021 me ortak Gledis Çelën dhe Endrit Shabanin, të cilët zotërojnë nga 50% të kuotave me një kapital fillestar prej 100.000 lekësh. Për gati 3 vite kompania nuk pati asnjë aktivitet, ndërsa bilancet të dorëzuara në ÇKB tregojnë 0 të ardhura dhe 0 qarkullim. Megjithatë, në vitin 2025, kjo shoqëri e vogël mori një nga projektet më të mëdha të ndërtimit në vend. Fillimisht AZT i dha lejen për një kull 39 katëshe në zonën e ujit të ftohtë në Vlorë dhe vetëm pak javë më vonë, e njëjta kompani mori një tjetër leje për One Boulevard Tower në bulevardin e ri të Tiranës. Këto 2 projekte kërkojnë investim të kalibrit të 10 miliona euro, ndërkohë që kompania ka raportuar bilance 0 për vitet 2022 dhe 2023 dhe nuk ka asnjë histori financiare që justifikon kapacitetin për të përballur ndërtimin e superkullave. Përveç kësaj, G&D Investment ka shpallur edhe 2 projekte të tjera të mëdha në Palas dhe Borsh, të cilat kërkojnë fonde të mëdha që nuk reflektohen në asnjë balancë zyrtare. Klar SHPK dhe superkullat e bulevardit të ri, pastrim parash dhe pazar politik, projekti 6 kullave nga 33 deri në 67 kate në bulevardin e ri, i miratuar për kompaninë Klar SHPK, nuk po komentohet në sektor vetëm për dimensionin e tij të frikshëm urbanistik. Ajo që ka ndezur alarmin janë dyshimet e forta se pas këtij projekti nuk qëndron as vet kompania, as kapaciteti i saj financiar, por rrjetet politike dhe ekonomike të Shkëlqen Berishës. Emri që del në sipërfaqe është i njohur, Shkëlqim Beshiri, i përfolur prej vitesh si njeriu që menaxhon, mban, zhvendos dhe formalizon pasuritë e Shkëlqenit në formë prestanomi në shumë dosje mediatike dhe ekonomike. Beshiri shfaqet si garanti dhe si ndërmjetësi i interesave të familjes Berisha në ndërtim, në troje dhe në projekte të mëdha urbane. Në këtë kontekst, futja e Klar SHPK në projektin gjigant të bulevardit të ri shihet nga ekspertët e ndërtimit si vazhdimi i të njëjtit model, një kompani që mban emrin në dokumente, por jo kapitalin real, ndërsa pas saj qarkullon paraja politike që kërkon të formalizohet përmes kullave. Trust Construction, kompania 100 lekësh e Artur Caushajt, që po kthen tenderet korruptiv në kulla. Trust Construction SHPK u themelua në 2020 me një kapital qesharak për 100 lekësh, por brenda pak muajsh deklaroi qarkullime për 183 milion lekësh dhe miliona fitim. Kjo rritje e papritur nuk ka asnjë shpjegim ekonomik, por ka një shpjegim politik. Administratorit Artur Caushaj janë hapur dyert e tenderave publik dhe paratë që vijnë nga aty po kanalizohen sot në projekte ndërtimi shumëkatëshe. Modeli është tipik për skemat e pastrimit të parave, kompani pa kapital, bilance të fryera brenda natës dhe investime që ka përcejnë çdo kapacitet real financiar. Në rastin e Caushajt, të gjitha shenjat tregojnë se fitimet e tenderave të dyshimt po riciklohen në ndërtim, duke shndërruar Trust Construction në një prej emrave më problematik të listës së lejeve të reja urbane. Kedinvest SHPK është një tjetër shembull tipik i kompanive mikroskopike që papritur shfaqen si investitor të kullave në Tiranë. Shoqëria është regjistruar në maj 2024 me një kapital simbolik prej 100 lekësh dhe 2 ortak, Isuf Lika me 67% dhe Dini Bega me 33%. Asnjëri prej tyre nuk ka histori të njohur investimesh në real estate të kësaj përmase. Kush po garanton se këto kompani nuk janë fasada të grupeve kriminale? Pse në dosjet e aplikimit mungojnë analizat e kapacitetit financiar? Pse lejet miratohen në heshtje, ndërsa qyteti mbushet me kulla që nuk i përkasin ekonomisë reale të vendit? Pamfletet do të nisë kërkesat zyrtare për të gjitha bilancet si dhe verifikimet e plota për partneritetet e tyre. Paralelisht, jemi duke ndjekur edhe pistat e financimeve të padeklaruara, investitorëve nga jashtë që hyn përmes korrierëve lokale, si dhe mundësinë e përfshirjes së individëve me rekorde kriminale. Ky nuk është një alarm mediatik, është një rrezik sistemik për ekonominë, valutat, bankat, tregun e pasurive të paluajtshme dhe stabilitetin financiar. Shqipëria sot është në pikën ku ndërtimi i kullave nuk është zhvillim urban, por lavandëri e betonuar, dhe është detyra jonë ta bëjmë publike, hapur me emra dhe dokumente.